Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Po shohin fotot e mia. Sara Hoxha ngre alarmin për opsionin e ri në Instagram. Sara Hoxha ka ndarë së fundmi një moment mjaft të sikletshëm me ndjekësit e saj në Instagram, duke u shprehur shumë e konfuzuar rreth asaj që po i ndodh me llogarinë e saj. Përmes një Insta story ku shfaqet në makinën e saj, ajo ka treguar se po përballet me një problem me fotot që po bëhen të dukshme për të tjerët pa dijeninë e saj. Çfarë është kjo instant? Pse të gjithë po shohin fotot e mia që as unë vet nuk i gjej dot? Ka shkruar Sara në anglisht duke qenë shumë e irrituar dhe e paqartë me opsionet e platformës. Për ta bërë situatën edhe më interesante, duket se ajo ka dërguar fotografi gabimisht tek persona të ndryshëm. Për këtë ajo ka kërkuar një ndjesë publike në shqip duke i paralajmëruar të gjithë ata që mund të kenë marrë diçka në direct message. Kujdo ku i kam çu foto, ja kam çu padashje, kërkoj ndjesë. Me siguri Sara ka aktivizuar gabimisht opsionin e ri të Instagramit, mirë po një gjë është e sigurt. Ky incident i ka bërë ndjekësit e saj të buzëqeshin dhe të kontrollojnë mesazhet e tyre.